Vazhdojmë me njoftime të tjera. Në Tiranë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi sot mandatet e fundit të deputetëve në qarqet e Tiranës, Shkodrës dhe Fierit, duke bërë praktikisht gati rezultatin zyrtar të zgjedhjeve të përgjithshme të 28 qershorit. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Arben Ristani, tha se procesi zgjedhor dëmtua nga mosbesimi i partive politike. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Edhe sot 30 ditë mbas zgjedhjeve të 28 qershorit, deklarimi i rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve shqiptare ka ngelur një formalitet, pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi sot mandatet e deputetëve të 3 qarqeve të fundit, Tiranë, Fier dhe Shkodër. Ndonse rezultati është praktikisht gati qysh sot, kryetari i KQZ-s, Arben Ristani, citoi një nen të ligjit, i cili shtyn edhe 5 ditë të tjera deri të shtunën deklarimin zyrtar të rezultateve me shifra, mandate dhe tabela. Ndonse kanë kaluar shumë ditë nga data e zgjedhjeve, zoti Ristani thotë se gjithçka është brenda afateve ligjore të kodit zgjedhor. Gjithsesi, dua ta them që për mendimin tim procesi ka qenë më i miri i këtyre zgjedhjeve që kanë ndodhur mas viteve 90 në Shqipëri. Procesi ka qenë më transparent i mundshëm. Zoti Ristani tha mëtej se kritikat e partive politike ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë emocionale dhe të pabazuara. Pati probleme, të gjithë i konstatuan që problemet në fakt erdhën nga pabesueshmëria që subjektet politike kishin ndaj njëri tjetrit dhe ndaj procesit, por që kjo shkaktoi një zvarritje të procesit të numërimit. Mundet që procesi i numërimit kishte ndodhur më shpejt nga ç'ndodhi, por unë besoj që është defekti vetëm i këtyre zgjedhjeve, pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk la vend për të diskutuar për parregullsi të tjera në procesin zgjedhor. Kryetari Ristani thotë se midis kritikave të ndryshme ai mund të pranonte vërejtjen e vëzhguesve të OSBE-s dhe të ODIR-it për mos ndërhyrje energjike të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Unë do të pranoja një vërejtje që është bërë nga ODIR-i për një ndërhyrje ndoshta më energjike në vendet e numërimit të votave, por që gjithsesi është me një pikpyetje për mendimin tim, pasi ne ndërhym në mënyrë energjike në 4 KZZ të Fierit dhe në 1 KZZ të Lezhës, dhe sigurisht që mbajtëm shumë në kontroll 3 inspektorë tanë të ishin në KZZ-n në vendin e numërimit të votave në Bushat, dhe ishte pamundur për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të mbulonte të gjitha vatrat ku subjektet politike filluan të nxirrin probleme. Zoti Ristani thotë se në fundit vetëm 2 ishin problemet e këtyre zgjedhjeve: rishqyrtimi i Fierit dhe kërkesat për rinumërim të votave në 4 qarqe. Sipas tij, e para u mbyll me sukses, ndërsa e dyta ishte një kërkesë e pabazuar në ligj. Ne pam që kjo shfrytëzua për të rinumëruar në tërësi qarqe, dhe kjo do t'i hapte rrugë, unë e them me plot gojen, shkatërimit të zgjedhjeve. Sepse 2 antarë kërkuan të rinumëroheshin 4 qarqe, 2 tjerë mund të kërkonin të rinumëroheshin 6 qarqe tjera, dhe praktikisht do të thoshte të ribëj edhe një herë rinumërimin në gjithë Shqipërinë, kompetencë të cilën Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e ka ligjërisht. Krahas një kodi zgjedhor të miratuar me konsensusin e forcave kryesore në parlament dhe një KQZ-je të zgjedhur po me konsensusin e 2 partive të mëdha, Shqipëria mbajti këtë verë zgjedhjet përgjithshme më 28 qershor me një mori rrisisht teknologjike, me dokumenta identiteti digjitale, me karta identiteti dhe pasaporta biometrike, me regjistra të kompjuterizuar kombëtar të shtetasve, me qendra telekamera online dhe me qendrat numërimit të votave të modernizuara, me skanera dhe një proces të thjeshtëzuar votimi pranë qendrave të votimit. Megjithatë, asgjë nga gjithë këto pajisje teknologjike nuk arriti edhe si vjet që të zhdukte mosbesimin e forcave politike për njëra tjetrën dhe për një proces të rregullt të zgjedhor. Përsëri në Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.